Zoti Baç, opozita vazhdon me protestat se sa përballë kryeministrisë, ndërsa radhës është ajo e ditës së premte, me datë 17 prill. Vetë lideri demokrat në daljen e tij të fundit publike ka deklaruar se Rama është në kilometrat e fundit të qeverisjes. Pyetja jonë për ju është, çfarë pritet të sjellë ndryshe protesta ditës së premte nga opozita? Parim lejojnë të them që Partia Demokratike dhe opozita në tërësi tashmë ka hyrë në një stil të vazhdueshme protestash të pandalshme deri në përmbysjen e këtij regjimi. Dhe kur themi deri në përmbysjen e këtij regjimi nuk është retorik, e thjesht, por është vërtet një lëvizje e Partisë Demokratike pasi bëri të njohur në arenën ndërkombëtare farsën zgjedhore të 11 maj të vitit 2025, ku vërtet konsumoi një kohë relativisht të gjatë për bërjen me dije dhe qartësimin e situatës së zgjedhjeve në maj të grafitjes së zgjedhjeve që bëri Rama, protestat kanë qenë të vazhdueshme tashmë, ashtu siç e përmendët edhe vetë pak më parë, protesta kombëtare të vazhdueshme, të herpashershme, si dhe protesta ose foltorja e qytetarëve çdo të hënë para kryeministrisë. Protesta e 7 prillit patjetër është një protestë e radhës është, protestë e fuqishme, protestë kombëtare, organizohet nga Partia Demokratike me qytetarët dhe janë qytetarët ata që vendosin se si do të zhvillohet protesta. Dhe kam thënë shpesh herë në daljet e mia dhe prononcimet e mia, për arsye se pyetjet kur bëhen se çfarë ka parashikuar Partia Demokratike në protestën e ardhshme, çfarë do të sjellë ajo dhe a do të përmbysë qeverinë. Askush dhe asnjëherë nuk ka thënë që qeveria do të përmbyset ditën që zhvillohet protesta, por protesta është mjeti më i fuqishëm në duart e opozitës për të treguar se tashmë kjo qeveri është minorancë dhe jo mazhorancë dhe për të thirrur qytetarët në protestë, për të qenë në krah të tyre, për të qenë në ballë të tyre, edhe për atë që e kemi thënë shpesh herë, se jo, frika që kanë qytetarët e shumë, qytetarët e ndershëm, biznesi i vogël, fermerët, studentët, një farë frike që gjithmonë e çdo ditë më tepër kjo qeveri e ka injektuar duke u hakmarrur me grupe të tëra interesi nëse ngrihen dhe protestojnë kundër qeverisë. Arsyet për të protestuar janë 1001 arsye dhe unë personalisht po kushdo besoj se gjen një arsye më tepër, një arsye më pak për mos të protestuar, për pagat e ulta që janë për gjithë administratët, për korrupsionin madhor, për shpopullimin e këtij vendi, për ikjen e të rinjve dhe aq më tepër kur kemi raste konkrete se kjo punë e korrupsionit shpesh herë përdoret si retorik korrupsion, po korrupsion ka gjithandej, ka dhe në vendet e rajonit, korrupsion ka dhe në Evropë, po më patjetër ka korrupsion, por korrupsioni në vendet e rajonit apo në Bashkimin Evropian hetohet, gjykohet edhe dënohet. Dhe kur ka korrupsion në nivelet larta, kemi shpesh herë shembull konkret që dhe pa vërtetuar absolutisht asgjë dhe pa u marrë të pandehur, kemi tërheqjet menjëhershme të personave publik që merren me politikë, janë në qeveri ose ndoshta dhe në opozitë. Çfarë kemi në Shqipëri, çfarë kemi në vendin tonë? Në vendin tonë kemi raste konkrete pafund dhe tashmë ne kemi fakte ku paraburgimi dhe burgjet janë të mbushur me ish kryetar bashkie, me ish ministra, me ish deputet, drejtues të lartë të qeverisë të niveleve nga më të ndryshme. Por kemi rastin konkret, kemi rastin e ish zëvendëskryeministres Zonja Palluku, them ish zëvendëskryeministre de jure, por që në fakt ajo është zëvendëskryeministre de facto, për arsye se i ka të gjitha pushtetet, siç i ka patur kur ishte zëvendëskryeministre dhe ministre, kryeministri i vendit e ka lënë dhe i ka dhënë fuqi të plot si drejtuese e qarku të Firit dhe me pushtet absolutisht të plot për të vepruar si të dojë ajo dhe për të bërë çfarë të dojë ajo. Në një kohë të tërë dim tashmë që është marrë e pandehur në hetim nga struktura e posaçme antikorrupsion me fakte dhe prova dhe kemi faktin konkret të tunelit të Llogoras që tashmë çdo qytetar e di përpos
vjetra aferave tjera korruptive të tendrave fiktiv dhe korruptiv që ka organizuar ajo si titullare institucionit më të rëndësishëm ku ka më shumë se gjysmën e buxhetit të shtetit e ka pas Belinda Palluku në ministrinë e vet. Pra parë në këtë këndvështrim unë mendoj se janë të shumta arsyet. Protesta e 17 prill do të jetë një protestë e fuqishme, mbarkontare, do jetë në duar qytetarëve. Dita që protestohet 17 prilli, pushteti kalon në duar qytetarëve, policia duhet jetë në mbrojtje të rendit publik, në ruajtje të rendit publik dhe kur themi në ruajtje të rendit publik duhet jetë në mbarvajtjen e protestës dhe në ruajtjen e qytetarëve, pra të mbrojë qytetarët protestues, se për atë detyrë ka policia. Në shesh dalin qytetarët që protestojnë, nuk dalin hajdutët. Hajdutët janë në kryeministri, janë në ministri. Pra, punojësit e policisë duhet të jenë në ruajtje të rendit publik, në ruajtje të qytetarëve, të protestuesve, të figurojnë protestën dhe jo të bëjnë deklarata shpeshherë kontradiktore, duke thënë që nuk marrin përsipër mbarvajtjen e protestës dhe nga ana tjetër pastaj dalin e forca të shumta policore me skafandra, me makina uji, me bombla gaz blocjelës për të sulmuar qytetarët. A thua janë qytetarët ata që kanë vjedhur dhe harrojnë që hajdutët i kanë brenda në kryeministri dhe ministri dhe i marrin në mbrojtje. Dhe këtu e kam fjalën jo për punojësit e policisë të thjeshtë, për ata që dalin atje dhe kryejnë detyrën e tyre, ata janë qytetarë të nderuar me shumë respekt për punojësit e policisë, po për titullarët e tyre, për drejtorat e qarqeve, për titullarët e ministrisë, titullarët e drejtorisë përgjithshme të policisë, disa prej tyre militantë të thekut të Partisë Socialiste, patronazhistë të mirëfill të saj që dalin me një qëllim të caktuar në protestë për të intimiduar protestuesit, për të shantazhuar ata, shpeshherë për të provokuar protestuesit dhe për të bërë dhe arrestimet e paligjshme që janë me dhjetra, duke i arrestuar qytetarët në trotuar, shpeshherë dhe nga ata që s'kanë qenë pjesë e protestës fare dhe duke i mbajtur me ditë të tëra në komisariatet e policisë. Zoti Baçi, a mendoni vërtet se protestat të tilla mund të zhurmëzojnë kryeministrin Edi Rama? Patjetër që po. Rama është i gënjëzuar. Është gënjëzuar tashmë do shtytjen e fundit që duhet t'ia japin qytetarët. Protestat patjetër që e gënjëzojnë. Protestat Ramën e friksojnë. Protestat Ramën e tmerrojnë. Rama kur merr vesh ditën e protestës, kur e njofton kryetari i Partisë Demokratike profesor doktor Sali Berisha, Rama menjëherë ka një anë dhe menjëherë jep urdhra drejtuesve të policisë, të Ministrisë së Rendit, të administratës, të jenë të gatshëm se e zë frika në këtë drejtim, me patjetër që e zë frika për arsye se vala e qytetarëve, protesta e tyre, dalja e tyre masivisht në protestë, madje dalja e tyre jo vetëm masivisht, po edhe paqësisht. Edhe kjo e tërp shumë Ramën. Protesta paqësore e Partisë Demokratike, protesta me fuqi numrash, protesta me fuqi fjale, protesta që vënë në tukje korrupsionin madhor, aferat korruptive të kësaj qeverie, ajo e tërp Ramën. A e keni vënë që Rama shpeshherë para protestave dhe pas protestave kërkon të kapet pas disa veprimeve simbolike që bëjnë shpeshherë qytetarët protestues, qoftë me ato bombat molotov që i quajnë, apo me fishek zjarr të ndryshëm, apo me veprime të ndryshme ku qytetarët me të drejtë janë në protestë, nuk janë në një miting elektoral, nuk janë as në një fest që të vjen aty dhe të festojnë për Ramën, të gëzohen pushtetit të Ramës dhe qeverisë së tij, por dalin në protestë të revoltuar, dalin në protestë të zemëruar, dalin në protestë të mllefosur. Patjetër do të ketë dhe veprime të tilla për të shprehur zemërimin e tyre. Dhe Rama po të vini re, menjëherë mundohet edhe me portale të ndryshme apo media të ndryshme që janë nën varësinë e tij dhe në shërbim të kësaj qeverie, për të anatemuar opozitën se bëhen protesta të dhunshme dhe se Partia Demokratike dhe opozita po proteston të dhunshëm, po destabilizojnë vendin dhe të tjera
shpifje dhe intriga të kësaj natyre. Pra, protestat paqësore Ramën e tmerrojnë se tregojnë që Partia Demokratike, opozita, qytetarët e di mirë tashmë që kjo qeveri e korruptuar ka ditët të numëruara dhe ne do të vazhdojmë të protestojmë, të qëndrojmë aty në vazhdimësi, protest pas proteste, në forma nga më të ndryshme të mënyra e protestimit, protesta dhe qëndrimi jonë edhe në parlament, me fjalën tonë në parlament, për të diskredituar këtë qeveri dhe për të bërë publike aferat korruptive të tyre, pavarësisht se Rama edhe në drejtim, ashtu siç përpiqet të bëjë pis protestat për t'i anatemuar si të dhunshme pa qenë të tilla, shpesh herë dhe ju e keni vënë re, kushdo e ka vënë re, parlamenti nuk funksionon në bazë një rregullore që vetë parlamenti ka miratuar, rregulloren disa herë e ka ndryshuar në mënyrë të njëanshme, por dhe atë rregullore të ndryshuar miratuar në mënyrë të njëanshme nga vetë ata përsëri nuk e zbatojnë, duke na hequr të drejtën e fjalës, duke shkurtuar minutazhin që ne kemi për të folur në foltore, madje para disa seancash për vjenit të publikut kanë marrë një iniciativë tjetër, në qoftë se deri dje ne kemi pasur si deputet të parlamentit për ligje që diskutohen në parlament 10 minuta kohë për të folur, tashmë kanë bërë propozimin për ta shkurtuar këtë kohë nga 10 minuta në 5 minuta. Merre me mend se çfarë mund të arrijë një deputet në parlament të dalë dhe të flasë për 5 minuta. A është në gjendje për 5 minuta të spjegosh, të qartësosh, të spjegosh mënyrën se si kjo qeveri miraton një ligj dhe çfarë të mira sjell ky ligj për qytetarët që në fakt çdo ligj i tyre i miratuar është në favor të oligarkëve pranë qeverisë dhe shpesh herë ligjet që vijnë në parlament, madje në gjitha rastet që vijnë nga qeveria dhe në gjitha rastet vijnë nga qeveria, nuk vjen nga ndonjë deputet dhe në rastet kur kanë një deputet që sjell ndonjë projekt ligj gjasme e sjell deputeti, në fakt është i porositur nga Ministria përkatëse dhe prin nga ana formale. Dhe këtë 10 minutë do ta shkurtojnë, ta çojnë në 5 minuta për deputetin për të folur, duke mos harruar këtu pikën më të rëndësishme të rendit të ditës, që është në çdo ditë, në çdo të ejte në seancave plenare, në punë të rendit të ditës janë çështjet për sjellësit. Pra deputetët kanë të drejtën e tyre që në çdo seancë në parlament, në çështjet e rendit të ditës, duhet të flasin për problemet që kanë për sjellësit. Dhe aty çfarë ndodh? Në çdo të ejte që ne kemi zakonisht seancën plenare, parlamenti miraton, fut për miratim në seancë 20 apo 25 projekt ligje. Pra e ngjesh aq shumë dhe koha është e tillë që po ta llogaritësh nuk dalin 24 orë për të mbaruar atë seancë në bazë të projekt ligjeve që fusin dhe çështjeve që janë dhe kohës që do çdo projekt ligj për të diskutuar nga deputetët. Dhe këtë e bëjnë në mënyrë të qëllim që të kaloj deri në orët e vona, të kaloj ora nga 10, në 11, 12 e pas mesnate, kështu që askush nuk dëgjon më dhe shpesh herë kalon në tej lodhje seanca dhe nuk zhvillohet fare dhe kjo pikë e fundit të rendit ditës. Madje për respektin tuaj më lejoni të them që unë disa herë kam propozuar në seancë plenare që çështjet që janë për qytetarët, çështjet për rendin, që janë në rendin e ditës për problemet e zgjedhësve, nuk duhet të diskutohen në fund të seancës, por duhet të diskutohen në fillim të seancës, kur hapet seanca plenare. Të jenë çështjet që janë për qytetarët, kush deputet ka probleme, shqetësime dhe të ketë një minutazh në dispozicion dhe jo një minutazh si shpesh herë kjo qeveri dhe ky parlament. A e dini se sa kohë jep opozitës, po të vësh re, shkruan që opozita ka 60 minuta kohë për çështjet jashtë rendit të ditës. Duke qenë 40 deputet të opozitës, një numër jo i vogël, mund ta llogarisim për 60 minuta si do ndahen midis deputetëve, i bie nga 1 minutë sa sekonda që të flasin çdo deputet. A mund jesh në gjendje që për 1 minutë edhe 10 sekonda të flasësh për një problem dhe i shqetësim që ketë zgjedhësit nga qarku ku vjen, është e pamundur. Pra, po të shikojmë, tashmë nuk kemi më një qeveri
që qeverisë në mënyrë demokratike. Nuk jemi një shtet demokratik, jemi një shtet autokratësh, me një autokrat në krye të qeverisë, një autokrat që i jepat fasadën gjasme demokratike, dhe ky është problemi më i madh që kemi ne në vendin tonë. Parlament i uzurpuar me 82-83 mandate të mbjedhura, të grapitura, dhe deputet që as shikojnë, as mendojnë të Partisë Socialiste pa ler më të kundërshtojnë apo të diskutojnë për një projekt ligj ndryshe nga ajo çfarë ka sjellë qeveria. Pra, kemi një numër për të dërueshëm ushtarësh, duevrish të Partisë Socialiste në komandën e Edi Ramës dhe çdo institucion tjetër i uzurpuar. Kemi një presidencë me një president kukull për të ardhur keq që është president i Republikës, për arsye se s'bën asnjë punë aty ku është. Institucionet e tjera pothuaj të gjitha janë nën varësi të kryeministit dhe nën presionin e tij. Shumë media, më duhet ta them të kapura nga kryeministri dhe absolutisht nën kontrollin e tij, janë disa media të tjera dhe më shumë portale që janë më të pavarura dhe shprehin mendimin e tyre, bëjnë analiza më objektive, pjesa tjetër të uzurpuara nga ky kryeministër. Një administratë e politizuar në mënyrën më të keqe të mundshme, të paaftë punonjës në administratë, drejtues të administratës në nivele të ndryshme patronazhist, nuk besoj se gjen një njeri të vetëm në administratë që mos të jetë antar i Partisë Socialiste patronazhist, që ishte përcaktuar një zonë, një terren për të dhënë llogari dhe për të raportuar mbi gjendjet politike. Pra, administrata është politike. Dhe kur themi që Partia Socialiste zbret në terren, nuk zbret Partia Socialiste në terren. Zbret administrata. Zbresin punonjësit që paguhen me taksat i qytetarëve shqiptar dhe bëjnë punën e patronazhistit në shërbim të Partisë Socialiste, që ka emrin e tillë se tashmë nuk është më Partia Socialiste, por është një grupim interesash, një band hajdutësh që ka uzurpuar çdo pikë dhe çdo institucion të këtij shteti dhe vazhdon të vjedh duke u mbrojtur edhe me imunitetin dhe me forcat e kartonëve, siç e thash pak më parë, kemi rastin e zonjës Palluku, një hajdute tashmë e deklaruar publikisht dhe e marrë pandeu nga SPAK, vazhdon të jetë e lirë se u mbrojt nga kartonët e Partisë Socialiste me urdhët e Edi Ramës dhe mos i hequr imunitetin. Zoti Baçi, jo më larg se 2 ditë më parë, një shembull i ngjashëm me Shqipërinë u pa në Hungari, ku populli dha fund qeverisjes 16 vjeçare të Viktor Orban, duke votuar masivisht opozitën. A mendoni se një skënaqësi i tillë mund të përsëritet edhe në Shqipëri në zgjedhjet e ardhshme? Për mendimin tim është një gabim heqja e paraleles midis Hungarisë dhe Shqipërisë. Është e vërtetë që në Hungari Orban mbajti një pushtet shumë të gjatë, 16 vjeçare, pa zakon, por fakti tregoi që në të gjitha zgjedhjet që ka zhvilluar Orban ka qenë zgjedhje të lira, të ndershme, ka fituar se kanë votuar qytetarët hungarezë. Orban tregoi në rastin konkret të zgjedhjeve të fundit që nuk manipuloi, nuk shantazhoi. Pra rezultati ishte dukshëm në favor të partisë opozitare. Kështu që në këtë drejtim nuk mund të jetë paralele, ndërsa në Shqipëri nuk kemi pas vitit 2013 zgjedhje të lira dhe zgjedhje të ndershme. Rama ka manipuluar të gjitha zgjedhjet e radhës, qofshin ato qendrore, qofshin ato lokale. Pra, parë në këtë mbështrim, unë nuk besoj dhe nuk mendoj se mund të hiqen paralele dhe të kesh besim se Rama zhvillon zgjedhjet lira të ndershme. Rama është një uzurpator pushteti, Rama është një hajdut votash, Rama është një hajdut parash, Rama është një mbajtës pushteti me dhunë dhe me manipulime. Parë në këtë mbështrim, kërkesa e Partisë Demokratike ka qenë konstante që me Ramën nuk bën zgjedhje mira. Për këtë arsye ne protestojmë, për këtë arsye ne kërkojmë patjetër që të ketë një qeveri kujdestare, një qeveri që të sigurojë zgjedhje të mira e të ndershme. Pastaj rezultatin ta vendosin qytetarët. Mendoj se Rama nuk ka gjashmëri me Orban,
dhe absolutisht sistemi që ka vendosur në Shqipëri nuk ka ngjashmëri fare me Hungarinë, tregoi që është një shtet demokratik, bëhet rotacioni i pushtetit në mënyrë paqësore dhe absolutisht i pa kritikueshëm. A mendoni vërtet që Sali Berisha duhet të jetë ende kryetari i Partisë Demokratike apo duhet një figurë e re për të tërhequr elektoratin, siç ndodhi edhe në Hungari? Ku mendoj për momentin që Partia Demokratike vërtet ka nevojë për ndryshim. Por ka nevojë për ndryshim në mënyrën se si ne funksionojmë tashmë. Po ka një njeri që ka bërë punë në opozitë, po ka një njeri që ka mbajtë peshë e opozitës, po ka një njeri që bëri që të mbijetonte Partia Demokratike dhe opozita, ai është Sali Berisha. Unë jam dëshmitar popular i gjithë aktivitetit të Sali Berishës, të paktën në këto 4 vite që ai mori drejtimin e partisë pas rithemelimit të Partisë Demokratike. Nëse nuk do të ishte Sali Berisha me lëvizjen e vet, Partia Demokratike nuk do të ishte rithemeluar, Partia Demokratike do të ishte kthyer në një shtojcë e Partisë Socialiste me atë mënyrë se si Rama e kishte ndërtuar dhe e kishte kapur Partinë Demokratike para 4 vjetësh. Pa në të vështirë patjetër që Sali Berisha duhet të jetë kryetari i Partisë Demokratike dhe patjetër do të jetë kryetari i Partisë Demokratike, të paktën në bindjen time me njohurinë që unë kam dhe informacionin që kam, është më i votuar te Partia Demokratike, por Partia Demokratike ka nevojë për rifreskim të ekipit saj, ka nevojë për rifreskim të gjithë strukturave të Partisë Demokratike, duke filluar nga poshtë Sali Berishës dhe pa përjashtim që të gjithë duhet të lëvizin. Dhe këtë unë e them me plot gojë, absolutisht drejtuesit politik të qartjeve duhet me patjetër madje duhet ta kishin lehtësuar vendimmarrjen e kryetarit të Partisë Demokratike. Duhet ishin dorëzuar dorëheqjet e tyre si drejtues politik për arsye se ishin që të gjithë humbës. Dhe duke qenë humbës, merr një përgjegjësi për si drejtues politik, se je atje deputet dhe nuk ke nevojë për ofiqe të tjera, as për të ruajtur vendin që të jesh përsëri në 2029 deputet. Po kështu edhe drejtuesit e tjerë të lartë të partisë, duke qenë drejtues të lartë të partisë në kryetar, sekretar përgjithshëm, çdo lloj sekretari që ishte një ekip që u mor me zgjedhjet dhe zgjedhje që nuk i fituan dot, vërtet u grabitën, vërtet u vodhen, vërtet është farsë zgjedhore, por ama në fund fare qytetarët demokratët nuk duan t'ia dinë fare sepse u vodhën votat. Ata na shikojnë ne drejt në sy, ne deputetët, ne që i përfaqësojmë politikisht, ne duam rotacionin tonë demokratët, dhe opozitarët, dhe qytetarët, dhe socialistët ndershëm. Dhe nëse sjellin një gjendje të siguroni rotacionin, gjeni një zgjidhje. Pa me këtë kushtim, unë mendoj që Partia Demokratike ka nevojë për një rifreskim të ekipit dhe këtë është detyrë Sali Berishës, në fakt kryetari i Partisë Demokratike, që duhet ta bëjë në të mirë të Partisë Demokratike dhe në të mirë të qytetarëve. Dhe Sali Berisha është për momentin, dhe është mendimi im personal, i vetmi që mund të bëjë një rifreskim të Partisë Demokratike dhe është i vetmi që mbajnë peshën e opozitës dhe është i vetmi që vazhdon të bëjë opozitë të ndershme, të sinqert, opozitë të fortë, opozitë që vërtet jep shpresë për një rotacion të pushtetit. Sipas mendimit tuaj, cila mendoni se është një figurë që ka potencial për të përballur dhe për të mundur Edi Ramën? Sot për sot e thash Sali Berisha. Në rast të largimit të Sali Berishës. Në rast se Berisha e lëshon Partinë Demokratike. Në rast duhet të gjykojmë pastaj sipas rastit, këtij rasti, nuk gjykojmë dot sot. Kështu që sot mendimi im është ky. Nuk mundet të gjykojmë pastaj në qoftë dhe nëse. Me nëse pyetjet gjithmonë janë përgjigjet jo të sakta. Okej. Si e komentoni faktin që pavarësisht razierave që solli çështja Belinda Ballukut dhe akuzave ndaj saj nga SPAK, ajo vazhdon aktivitetin politik dhe zhvillon takime në qarkun e Firit, ku dhe ju keni dalë deputet në zgjedhjet e fundit të 11 majit. Një turp i vërtet,
një turp i vërtet për Belinda Ballukun, një turp i vërtet për kryeministrin e vendit, një turp i vërtet edhe për ata socialistë të ndershëm dhe qarku të Fierit që pranojnë Belinda Ballukun aty si të pandehur. Por normalisht çdo socialist i ndershëm nuk do të donte që të kishte në krye të qarkut vet një të pandehur, të marrë të pandehur zyrtarisht nga struktura e posaçme antikorrupsion. Për momentin le të gjykojmë se nuk jemi ne ata që vendosim është fajtore apo nuk është fajtore. Jo, absolutisht, të presim, të gjykohet dhe gjykata të vendosi se është fajtore apo jo. Por ama, derisa është e marrë e pandehur zyrtarisht nga SPAK, moralisht kjo vetë nuk duhet të pranonte, kjo zonjë që hiqet si një zonjë e fuqishme dhe mbeti duke u mburur në çdo media në portale se pas ka arrit një rezultat spektakolar të papërsëritshëm para disa ditësh në Fier, i papërsëritshëm ishte rezultati që mori në Fier, sepse të papërsëritshme ishin vjedhjet e saj, i papërsëritshëm ka qenë korrupsioni i saj, i papërsëritshëm ka qenë presioni, shantazhi, manipulimet, joshjet që ka bërë në qarkun e Fierit, i papërsëritshëm ka qenë pushteti që ajo kishte në qeverinë e Edi Ramës, dhe duke pasur gjithë këto gjëra të papërsëritshme, patjetër do të mirje dhe një rezultat të papërsëritshëm. Por ku qëndron morali në politikë? Ta politikanë, kjo deputete, kjo ish kryeministre, kjo ish ministre, kjo drejtuese politike e qarkut, a ka pak moral dhe të dalë tek socialistë e saj që gjasme e kanë votuar dhe të thotë që po, unë jam e pandehur në SPAK dhe derisa të gjykohet dhe të marrë pafajësinë, do të jemë pa mbrojtje. Por në fakt, u mbrojt në mënyrë të paturshme me presion ndaj Ramës, apo pa presion, unë e tyre, unë nuk arrita besoj edhe këtë teorinë e presionit të zonjës Balluku ndaj Ramës për ta mbrojtur me anë të imunitetit, për arsye se s'kishte nevojë Rama për presion nga Balluku, kur është bashk aferë me të dhe bashk korruptuar për veprimet që kanë bërë, kështu që Rama mbron veten dhe nuk mbron Ballukun. Që në këtë drejtim, kur ajo mbrohet me anë të kartonit, me anë të imunitetit, me anë të urdhrit të Ramës, ka rënë poshtë alibia e papajësisë së saj. Në qoftë se një individ, qoftë qytetar i thjeshtë, qoftë edhe politikan, është i pafajshëm dhe është i bindur që është i pafajshëm dhe se këto akuza që ka ngritur SPAK, që këta i kontestojnë dhe me anë të avokatëve thonë që këto janë akuza që nuk qëndrojnë, atëherë pse ke frikë të përballësh, pse nuk e heq, pse nuk e dorëzon imunitetin vullnetarisht dhe të dalësh ballhapur përballë qytetarëve këtu, taksapagusëve këtu, pa në këtë ndështrim unë nuk mendoj se këtu ka vend për diskutim, por janë të zbuluar lakuriq në dritën e diellit, si hajtut të deklaruar, por që mbrohen me anë të imunitetit. Pra, s'mu të shtoj gjë tjetër përveç se të them turp dhe vetëm turp. Zoti Baçi, ka ndalë zëra se në zgjedhjet vendore të vitit të ardhshëm në radhët e socialistëve të Fierit mund të kandidojë deputeti i ri Ceno Klosi, i akuzuar për një sër aferash në kohën kur drejtonte tatimet. Si e shihni këtë zhvillim? E thamë vetë me shumë të drejtë, i akuzuar për një sër aferash në kohën kur drejtonte tatimet dhe jo vetëm, flitet dhe është nga njerëzit më të korruptuar të administratës së Ramës, nga njerëzit më të besuar të Belinda Ballukut, ku në Fier lëshuan të gjithë lukunin e administratës dhe të korruptuarve për të mbledhur vota për Ceno Klosin individualisht për ta nxjerrë më të votuarin dhe më të lavdëruarin. Parë në këtë vështrim është një ushtar i bindur i Belinda Ballukut, dhe pse jo, Belinda Ballukut do të donte të vinte një ushtar të vetin në krye të Bashkisë Fierit, duke manipuluar dhe duke vjedhur votat, duke shantazhuar, duke joshur, duke bërë punësime nga më të palishmet dhe për të marrë pushtetin lokal dhe për ta administruar dhe për ta vjedhur ashtu siç dinë vetëm ata. Një zgjedhje do të thoja një fatkeqësi do të jetë për Fierin një kandidaturë e tillë, por me atë çfarë kanë në krye të qeverisë dhe në krye të qarkut të Fierit, çfarë nuk pret.